Muzeu Historik i Shkodrës vijon të jetë një nga institucionet më të rëndësishme kulturore të qytetit të Shkodrës, duke tërhequr interesin e vizitorëve vendas dhe të huaj. Gjatë vitit 2025, muzeu ka patur një rol aktiv në promovimin e historisë dhe trashëgimisë së Shkodrës. Kemi patur një vizitëshmëri të kënaqshme. Po të bëjmë një krahasim, nëse mund të flasim me shifra apo me përqindje të numrit të rritjes së vizitorëve, kemi një rritje parafërsisht me 17% krahasuar me 2024-ën. Një vëmendje veçantë i kushtohet pranisë së turistëve të huaj gjatë vitit 2025. Kryesisht Muzeu Historik i qytetit vizitohet nga shtetas të huaj. Kemi edhe shqiptar, por numri më i madh është nga shtetet e huaj, të cilët kanë ardhur nga shtete të ndryshme, nga Hollanda kemi pas shumë, nga Franca kemi pas shumë, Italia, Izraeli, Portugalia, Brazili, Kanadaja, një diversitet i pashoq i shteteve që kanë vizituar muzeun tonë. Elementet që e bëjnë muzeun tërheqës për publikun sot lënë më shumë përshtypje tek turistët ndërkombëtar. Impakti i parë me arkitekturën e objektit, me mënyrën ndërtimit të banesës, mënyrën si kanë jetuar njerëzit më përpara, çuditën shumë me faktin se kjo është një banesë që përket shekullit 18-19. Pastaj pjesa e historisë dhe objekte arkeologjike që janë më të vjetra, normalisht që ato kuriozohen absolutisht, por edhe mahniten me një periudhë të hershme të jetesës së popullit shqiptar. Muzeu Historik i Shkodrës mbetet një pikë referimi për njohje me historinë dhe identitetin e qytetit, duke vijuar të zgjojë interes dhe kurreshtje tek vizitorët nga brenda dhe jashtë vendit.